Ekspozita e Bankës së Shqipërisë organizuar në kuadër të 100 vjetorit me titull Paraja Rëfen, po tërheq vëmendje të madhe të vizitorëve që vizitojnë Kalan e Gjirokastrës. Kjo ekspozit po frekuentohet gjerësisht nga turistë të huaj, nxënës të shkollave dhe koleksionistë të monedhave, duke u shndërruar në një pikë të rëndësishme kulturore dhe edukative në qytet. Është një gjë e veçantë që të shikosh te ekspozit, sepse është historia e lekut shqiptar në vite. Është që nga vitet 17 që kanë dalë kartmonedhat e para shqiptare emetimeve të bashkisë, deri në vitin 1926 që krijoi Banka e Shtetit Shqiptar. Janë prerjet lokale të bashkisë Korçës që janë shumë gjerallë, që unë kam dëshirë t'i koleksionoj dhe nuk kam arritur t'i koleksionoj. Është një prerje 20 Skënder, që është e vetmja kartmonedhë përkujtimore që ka për caktimin e ditës së kufive të Shqipërisë, me datë 9 nëntor 1921 dhe shumë e rrallë. Përveç këtyre, Banka e Shqipërisë ka ekspozuar dhe klishet e prodhimit të kartmonedhave dhe monedhave. Si monedhat bëhet një klishe në argjend dhe pasaj prodhohet në stamp, si në kartmonedhat që prodhohet me 2-3 klishe njëra mbi tjetrën dhe Banka e Shqipërisë ka ekspozuar dhe klishet e prodhimit. Mosha internetit e ka prishur në çik koleksionizmin e rinj, sepse më përpara koleksiononin edhe pulla kalamajt, tani nuk koleksionohen më pulla. Koleksionistëve lekëve unë quhem ndër të rinjt, në Gjirokastër nuk ka koleksionistë të tjerë me sa di unë, është një djalë po nuk banon në Gjirokastër, në Tiranë janë disa djemë të rinj që kanë hyrë në fushën e koleksionizmit. Ne jemi edhe një shoqat e koleksionistëve të Shqipërisë dhe po të ishte faqja e kësaj, aty janë tërë lista e koleksionistëve me emër, mbiemër dhe me figurë. Kështu që ne kemi mundësinë dhe ta njohim njëri tjetrin dhe të shkëmbejmë diçka me njëri tjetrin. Patjetër që ka ndikim te Breziri, po Breziri duhet të përqendrohet dhe duhet të gjejë një Ciceron që t'ia shpjegojë këtë ekspozit. Nuk arrin vetë ta kuptoj Breziri dhe rrugën e prodhimit të një kartmonedhe, se si ka udhëtuar kartmonedha shqiptare. Ekspozita Paraja Rëfen ka një rol të rëndësishëm edhe në edukimin e të rinjve, duke i afruar ata me historinë ekonomike të vendit dhe duke rritur ndërgjegjësimin për edukim financiar në mënyrë interaktive dhe të kuptueshme. Përfaqësuese e zyrës së marketimit numizmatik, kemi sjell produktet që bën zyra jonë, që janë monedhat numizmatike, që janë monedha përkujtimore, që Banka e Shqipërisë prodhon në momente të rëndësishme dhe kyçe të historisë tonë për të përkujtuar këto momente, personazhe dhe këto prodhime numizmatike i japin vlerë trashëgimisë tonë kulturore, trashëgimisë tonë historike. Edhe gjithashtu janë edhe mjete investimit, sepse prodhohen në metale të çmuara, në arë dhe argjend, ashtu si edhe në metale të thjeshta. Banka e Shqipërisë ka një njësi shumë të rëndësishme që merret me edukimin financiar. Edhe pjesë të cilit është edhe zyra marketimit numizmatik, që është sektori i muzeut dhe edukimit. Dhe si pjesë e programit të punës së kësaj njësie është punë shumë e detajuar me fëmijët, me nxënësit e gjitha moshave, që nga moshat e vogla deri në gjimnaze dhe universitete. Dhe sidomos në javën e paras, që është një moment evropian, bëhet në të gjithë Evropën, ka momente shumë të bukura dhe edhe takime me shkolla të ndryshme në çdo cep të vendit, shkojnë ekipet tona dhe shpjegojnë pak bankën, funksionet e saj, por edhe elemente të financave personale, elemente të falsifikimeve që duhet mbrohen sot, domethënë nga rrjetet e pasigurta. Ekspozita Paraja Rëfen do të qëndrojë e hapur për publikun deri në 1 maj të 2026, duke ofruar mundësinë që vizitorët të njihen nga afër me rrugëtimin e monedhës shqiptare.